Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në rretësh Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Edhe ky 14 mars, deputeten e qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro e ka gjetur në qytetin e Përmetit, i cili në ditën e verës çel zyrtarisht edhe sezonin e ri turistik. Këtu kjo ditë merr tjetër kuptim, shprehur Kumbaro, e traditat kanë hieshit holle të rrallë. Dita e verës ka sjellë atmosferë festive në Gjirokastër. Parku i Virojt u mbush me qytetarë të çdo moshe që zgjodhen ta kalonin këtë ditë mes muzikës, lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Bashkia Gjirokastër. Në Gjirokastër startoi në fundjavë argëtuese. Parada kostumesh e muzik live kanë shijuar qytetarët mbrëmjen e djeshme, por edhe vizitorë që kanë filluar të shtohen me ardhjen e pranverës. Jemi në muajin e Ramazanit, një nga periudhat më të rëndësishme për besimtarët muslimanë në mbar botën, i cili në besimin islam konsiderohet si muaji i durimit, vetkontrollit dhe lutjes. Janë të shumë besimtarët në botë që këtë periudhë respektojnë të gjitha rregullat e këtij muaji të madhërisëm. Një prej tyre është edhe Meçan Deçka, që na tregon si e ka nisur rrugëtimin e tij drejt besimit islam dhe vlerat e këtij muaji të rëndësishëm. Ju njohim tani më gjerësisht. Edhe ky 14 mars, deputeten e qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro e ka gjetur në qytetin e Përmetit, i cili në ditën e verës çel zyrtarisht edhe sezonin e ri turistik. Këtu kjo ditë merr tjetër kuptim, shprehur Kumbaro, dhe traditat kanë hijeshi të hollë e të rrallë. Përshëndetje nga Përmeti, nuk diskutohet që 14 marsit do më gjente këtu në Përmet, si që më ka gjetur çdo vit prej më shumë se 10 vjetësh tashmë. Dita e verës këtu nuk është thjesht një organizim, është një fest familjare, është një fest e komunitetit ku gjithë bëhen bashkë. Ka nisur ditë më parë, mbrëm arritëm kulmin e një dite më parë ku i themi lanet gjithë të ligave, sepse sot në këtë ditë me diell duhet festojmë edhe t'i gëzohemi rilindjes së pranverës të jetës, siç din ta bëjnë vetëm përmetarët dhe sidomos përmetarët duatarta, si kryetarja e bashkisë, që është si anvisa e përvitshme e kësaj feste në qytetin më të bukur të Vjosës, mos i ngeli hatri qyteteve tjera. Verë të gëzuar për të gjithë përmetarët dhe vizitorët që ndodhen sot në Përmet, e cila përkon edhe me hapjen e sezonit turistik, sezon të këndshëm, të mbar për të gjithë përmetarët, dhe ta shijojmë sot Përmetin në të gjitha dimensionet, me gatimet e nënave, me stendat e artizanëve dhe agropunusve, tek këndet e fëmijëve, edhe me arte zeje që shkollat e Përmetit sot i kanë nxjerrë të gjitha veprat e tyre të bukura dhe të vogla në shërbim të turizmit, se arte zeje është një filozofi. Edhe këtu në Përmet e marrim nga trashëgimia. Përmeti s'është destinacion, Përmeti është përjetim. Eja ta përjetojmë. Eja në Përmet, gëzuar. Dita e verës ka sjellë atmosferë festive në Gjirokastër. Parku i Virojt u mbush me qytetarë të çdo moshe që zgjodhen ta kalonin këtë ditë mes muzikës, lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Bashkia Gjirokastër. Gjirokastra ka festuar ditën e verës me aktivitete të shumta në parkun e Virojt. Qytetarë të shumë, të vegjël dhe të rritur u mblodhën për të shijuar atmosferën festive ku nuk munguan muzika, lojrat dhe argëtimi për të gjithë. Sot është dita e verës dhe kemi ardhur këtu të këndojmë, të kërcejmë, të bëjmë qef, edhe jemi në Virua për momentin dhe unë mezi pres që të argëtohemi. Ka ardhur se dua të festoj festën që të kërcej me shokët, gëzuar ditën e verës. Sot kemi ardhur këtu për të kënduar dhe për të kënaqur, edhe unë se për të gjithë gëzuar verën, ditën e verës. Sot në Virua kemi ardhur për të bërë një festë të bukur dhe është festë e verës. Jemi me këngën e polifonisë me të gjithë këtu profesorin. Dhe ju uroj gjithë fëmijëve gëzuar ditën e verës. Sot gëzova shumë aktivitetin që bëm, pasi jam pranvera. U kënaqem shumë, kënduam, recituam. Qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi ka organizuar një koncert për të gjithë fëmijët e qytetit, një koncert shumë i bukur që do kënaqen pa mas, dhe me këtë rast të ftoj të gjithë fëmijët të bëhen pjesë e qendrës dhe gëzuar.
Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla për qytetin dhe përfshirjen e komunitetit në to, ndërsa ka përcjell urimin e tij. Bukuria sot është në fakt te fëmijët. Si çdo 14 mars ne mblidhemi në Parkun e Virojit, në amfiteatrin e Virojit, edhe për të festuar, edhe për të gëzuar, por edhe për të pritur ditën e verës, edhe nga ky shesh, edhe nga ky amfiteatër, për të uruar gjithë banorët e qytetit Gjirokastrës gëzim, shëndet, edhe le të kenë ditë të bukura kështu siç është dita sot, gëzuar ditën e verës. Dita e verës në Gjirokastër solli gëzim dhe energji pozitive, duke u kthyer në një traditë të dashur për fëmijët, banorët dhe vizitorët. Festimet vijuan gjatë gjithë ditës me aktivitete të ndryshme. Panairi artizanal në kuadër të ditës së verës mblodhi mjeshtër të ndryshëm nga Gjirokastra, të cilët prezantuan punime tradicionale dhe krijime unike. Artizanët theksuan rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe mbështetjes për zanatin e tyre. Ky panair jo vetëm që promovoi artizanatin vendas, por edhe na dha një vlerë të shtuar festimeve në qytet. Përveç aktiviteteve festive dhe argëtuese, dita e verës në Gjirokastër solli edhe një panair artizanal, ku artizanët vendas prezantuan punimet e tyre tradicionale. Për ta, ky panair është një mundësi për të promovuar mjeshtërinë dhe kulturën e zonës. Simbolika e sot është veroria. Veroria e cila bëhet me fillin e bardhë dhe fillin e kuq. E kuqja që kemi thënë përpara tregon shëndet, kurse e bardha prosperitet. Gjithashtu është dhe dega e thanës. Dhe kjo është sot është e veçantë, po kështu kemi bërë dhe kulaçi me lek për fëmijët e vegjël. Kur t'i bie leku, atëherë ai fëmijë ka mbarësi tër vitin. Këto ndikojnë shumë, se është një risi shumë e mirë, sidomos tani që fillon dhe hapja e sezonit turistik, se na pretin sezoni mbar turistik për Gjirokastrën, po domethënë mund të kthehet dhe gjithë vjetor pothuajse në Gjirokastër. Këto panaire ndikojnë dhe promovojnë shumë në produktet tona. Ndër më të preferuarat ka qenë ballokumja jonë tradicionale, pastaj vinë dhe shumë lodrat për fëmijë që janë njerëzit e ne, keni cinnamon rollsat, pastaj kemi briosha, sendviç të ftohtë. Si çdo ditë vere, gjithmonë marr pjesë me verëret, bazilikët e rregulluara me shkronja, me ngjyra. Janë të gjitha e mëjtë? Të gjitha janë e mëjtë. I realizon vetë? Po. Sa ku ke që ushtron në këtë pasion? Kam 8 vjetë. Aq sa kohë kam hapur edhe biznesin, aq edhe këto. Po dita e verës është goxha mirë, goxha promovuese. Se të gjithë dalin nga i dimri dhe kërkojnë diçka më të bukur. Produktet artizanale të ekspozuara shfaqen një larmishmëri krijimesh nga qëndisjet e punuara me dorë deri tek aksesorët e veçantë të frymëzuar nga kultura gjirokastrite. Me çfarë keni marrë pjesë tjetër sot? Po me gatime të ndryshme, me likernat, me glikot e zonës, domethënë këto, po kështu dhe veroret që shikojmë domethënë që ka filluar lëvizja e sidomos e fëmijëve të vegjël. Panairi artizanal, përveç se një hapësirë promovimi, është edhe një mundësi për komunitetin që të njohë dhe të vlerësojë më shumë trashëgimin e tij kulturore. Interesi i vizitorëve tregon se artizanati vazhdon të jetë një vlerë e çmuar për Gjirokastrën. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të lumenjve është përkujtuar edhe 3 vjetori i shpalljes së Parkut Kombëtar të Lumit Vjosa. Një nga arritjet më të rëndësishme për mbrojtjen e natyrës në Shqipëri dhe në Europë. Ky park përfaqëson një model unik të ruajtjes së një lumi të egër, pasi Vjosa konsiderohet sot parku i vetëm kombëtar i një lumi të egër në Europë, duke mbrojtur biodiversitetin dhe ekosistemet natyrore përgjatë gjithë shtrirjes së tij. Në këtë ditë simbolike është inauguruar edhe qendra multifunksionale e Parkut Kombëtar të Vjosës nëpërmjet një hapësire re që synon të shërbejë si pikë informimi dhe studimi për vizitorët, studiuesit dhe komunitetin lokal. Projekti ndërmarrë nga Ministria e Mjedisit pritet të kontribojë në njohjen dhe promovimin e vlerave të lumit si në aspektin shkencor, ashtu edhe në zhvillimin e ekoturizmit në zonë, duke krijuar një pol të ri turistik pranë lumit të fundit të egër në Europë. Ministri i Mjedisit, Sofian Njaupa, ju shpreh se përvjetori i tretë i parkut është një moment i rëndësishëm për forcimin e përpjekjeve në mbrojtje të natyrës dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në vend. Ai theksoi se ruajtja e Vjosës mbetet një prioritet për institucionet dhe një pasuri që duhet të transmetohet e paprekur tek brezat e ardhshëm. Vjosa është një pasuri e jashtëzakonshme.
Më pëlqen shumë që kanë të flas për pimët e Vjosës. Nga Majdanoz Zegër, të cilin e mbledhim nga varka, gjatë turit deri tek Trëndelina. Është mix që shkon nga 5 deri 11 bim në lartëshmërinë e madhe që Vjosa Park Kombëtar ofron dhe që neve kemi detyrën ta mbrojmë edhe t'ua kalojmë gjeneratave të ardhshme. Në Gjirokastër startojnë në fundjavat argëtuese, parada kostumesh e muzik live. Kanë shijuar qytetarët mbrëmjen e djeshme, por edhe vizitorët që kanë filluar të shtohen me ardhjen e pranverës. Me ardhjen e pranverës, Gjirokastra filloi edhe organizimet e fundjavave artistike e kulturore. Mbrëmja e së premte zgjallëroi pazarin karakteristik me performancat e të rinjve shkodran, që sollën në qytetin e gurt kostumet e stilit venecian të karnavaleve. Jena përgatit një grup diku për 10 vetash, që vim nga Shkodra për karnavalet që organizon këtë në Gjirokastër, dhe realisht kur kena mërit, si më thonë, ambienti është shumë i bukur, edhe një atmosferë shumë e veçantë, edhe jashtëzakonshme, edhe ne na bën realisht që mu një edhe mirë, edhe me përfaqësu teatrin dhe qytetin e Shkodrës, me disa kostume që janë përdorur edhe në karnevalet e Shkodrës. Për mua hera parë që qëndroj në Gjirokastër, që kam kalu dhe më përpara, po ishte aktivitet që u dukte shumë interesant dhe ja vlejte me kalu një natë ndrysh me veshjet e karnavaleve, me veshjet të stilit venecian. Në këtë mbrëmje magjike në qytetin e Gjirokastërës, në kuadër të festës së karnavaleve, Teatri i Gjirokastërës, Teatri Zimisako është bashkuar bashkë me Teatrin e Shkodrës për të dhënë një performancë të vogël artistike dhe për të bashkuar kështu dy kultura po aq sa të ngjashme edhe me veçoritë e tyre, dy histori të dy qyteteve, kostumet e jashtëzakonshme për mendimin tim që kemi veshur si ne gjirokastritët ashtu edhe shkodranët, edhe për ta bërë këtë mbrëmje festive me një shije të vogël ndryshe, le të themi, kështu të bashkuar mes Gjirokastrës dhe Shkodrës. Jo vetëm qytetarët, por edhe vizitorët ju gëzuan atmosferës së krijuar në vigjiljet e ditës së verës. Një orë kemi që jemi në Gjirokastër. Njerëzit duket shumë miqësor, po më pëlqen sot kjo mbrëmje, me muzikë dhe maska. Na pëlqen natyra këtu në Shqipëri. Gjirokastra më duket një qytet i veçantë. Edhe atmosfera shumë e këndshme është sonte, por shohim dhe karnavalet. Jam nga India, po jetoj në Itali. Duket shumë interesante Gjirokastra. Shumë argëtuese kjo mbrëmje, po e shijoj shumë. Shumë e bukur, ka shumë ngjyra të bukura, maskat e tyre janë shumë të bukura, shumë e bukur. Atmosfera duket shumë bukur, sidomos për fëmijët dhe për të rritur. Festës së bukur të karnavaleve ju bashkuan edhe deputetja e qarkut Mirela Kumbaro e kryetari i bashkisë Flamur Golemi, i cili u shpreh se tashmë atmosferat festive argëtuese do të jenë më të shpeshta në Gjirokastër. Këtu bëhet festa e vazhdimësisë së karnavaleve që kanë bërë gjithë ditën, me artistë që kanë ardhur, siç e thotë edhe vajza, nga gjithë Shqipëria. Më tutje nëpërmjet vazhdon janë gjithë ritualet që paraprin 14 marsin. Është një moment shumë i mirë për njerëzit, për banorët, por një moment shumë mirë dhe për turistët, se ndjen shumë mirë që shikoj plot turistë që e kanë vizituar, kështu që këto atraksione vetëm ndihmojnë. Bashkia Gjirokastër ka filluar me aktivitetin e radhës në këtë pra 14 marsi, me këtë atmosferë sot, me karnavalet dhe në vazhdim me aktivitetet tjera, dhe pa tjetër nuk ka ku të shkalohet dhe vetëm fundjava këtu në Gjirokastër. Ishte një ditë e bukur në fakt, duke filluar me fëmijët dhe që po vazhdoj tani me këtë atmosferë, të bashku edhe me artistë ardhur nga Shkodra dhe që janë bashkuar edhe qytetarët Gjirokastrit, po jo vetëm siç e shohim edhe shumë turistë. Mbrëmja vazhdoi në ritmet e muzikës së DJ Sardi dhe performancave live të grupit Linux. Shuhet në moshën 90 vjeçare, një nga lojtarët MNZ të ekipit të luftëtarit në futboll, Miço Çaro, ka qenë një frymëzim për të gjithë ata që donin të bëheshin portier dhe nga puna e tij kanë dalë emra si Xenofon Çaro, Çumaku, Lamaj e Guri.
Largohet nga jeta në moshën 90 vjeçare nga figurat më të shquara të luftëtarit ndër vite, ish portieri Miço Çaro. Miço Çaro ja dedikoi jetën sportit me një pasion të rrallë. Ai zë një vend të rëndësishëm në historinë e luftëtarit, duke qenë edhe shtylla e ekipit nënkampion të vitit 78-79, duke e gdhendur emrin e tij te sportdashësi Gjirokastrit. Miqe bashkëpunëtor të tij ndër vite e kujtojnë atë jo vetëm për profesionalizmin, por edhe për vlerat njerëzore që ai mbarte. Historiku i luftëtarit nuk mund të shkruhet pa Miço Çaro. Këtij qyteti, Gjirokastrës dhe botës futbollit i ka ikur një ikon. Miço Çaro, profesor Miço Çaro ka edukuar breza të tërë për sa i përket edhe anës profesionale të tij. Në fushën e futbollit, profesor Miço ka nxjerrë element si Rushdi Lamaj me Çumakun, vllajën e tij Xenofon Çaron, edhe shumë të tjerë. Është e vështirë shumë për ne, për nxënësit e atij që të flasin për Miçon, e kupton? Mora vesh me hidhërim lajmin e vdekjes së profesor Miço Çaros. Shumë kujtime më kaluan përpara syve. Profesor Miçon e kam pasur që në klasën e 5 profesor të futbollit, të ekipeve sportive. Pra ishte profesor Miço që na mësoi se si luaj futbolli për herë të parë. Pastaj duke vazhduar gjithë shkollën 8 vjeçare dhe më vonë e kisha dhe trajner me ekipin e të rriturve. Përveç se ishte një trajner shumë i mirë që ne kënaqeshim kur profesori na mirte për të bërë stërvitje dhe na kalonte me ato shakat e tij përveç dhe ne nuk e ndjenim fare lodhjen kur ai që në krye të stërvitjes. Më kujtohet në Libohov kur grumbulloheshim, kur zgjoi Çaru Ajsus që i thonim ne, fillon dhe i bënde një masazh trupit që ajo rituali tij dhe pastaj dilte te lapidari. Dhe kur ne pyesim profesor pse del ditë për ditë këtu dhe bënte stretching, ai na thosh që dal këtu se më duket sikur sua është Paris i vogël, fshati i tij i lindjes. Edhe më vjen erë e Suës, kur marrën erën e Suës, gjallërohem, thosh profesori. Kam kujtime të mëdha nga Çarua. Më mori gjithë djalë të vogël e deri sa kalova te ekipi i parë. Një figurë e madhe, Gjirokastra humbi një profesor, që ka qenë arkitekt i portierëve të Gjirokastrës, që kanë nxjerrë portier që nga vllajtia Çarua, Guri, Çumaku, Lamaj, arriti me ekipet zinxhire doli kampion me të rinjtë e Gjirokastrës, deri sa kaloi te ekipi i parë në vitin 78-79, nën kampion e Shqipërisë dhe më pas bashkë me të madhin Hito Hitaj fituan kupën e Gazetës Bashkimit të asaj kohe. Një legjend, një figurë, një respekt i madh për gjirokastritët e për Gjirokastrën. Miço Çaro lindi në fshatin Suh. Pas studimeve në Institutin Vojokushi, ai nuk ishte vetëm mësues i edukimit fizik në shkollën Koto Hoxhi, por u kthye në mentorin e brezave të tërë. Ai nuk i mësoi nxënësit vetëm si të luanin futboll, por si të donin me shpirt qytetin dhe fanellën e luftëtarit. Gjirokastra e ka vlerësuar atë me titullin qytetar nderi, duke e zgjedhur edhe si portierin më të mirë të shekullit. Jemi në muajin e Ramazanit, një nga periudhat më të rëndësishme për besimtarët musliman në mbar botën, i cili në besimin islam konsiderohet si muaj i durimit, vetkontrollit edhe lutjes. Janë të shumë të besimtarët musliman në botë që këtë periudhë respektojnë të gjitha rregullat e këtij muaji të madhërisëm. Një prej tyre është edhe Meçan Deçka, që na tregon si e ka nisur rrugëtimin e tij drejt besimit islam dhe vlerat e këtij muaji të madhërisëm.
Lidhja e tij me besimin islam ka nisur që në fëmijëri për t'u konsoliduar në mbi 30 vite. Meçan Deçka kujton se gjithçka ndodhi brenda një nate e cila s'do të donte të mbaronte kurrë, e që atëherë ai shkthyer në një besimtar i devotshëm i fesë islame. Lidhja ime me islamin ka filluar që 10 vjeç dhe sebeb për këtë është bërë një kushëriri im, një bashkëmoshatari im, i cili erdhi nga qyteti dhe më foli për të dhe që prej atëherë kam filluar edhe praktikoj fen islame. Kur kujtoj sot atë natën e parë, sinqerisht nuk dua që ta harroj kurrë dhe sikur të kem një përjetim të tillë nuk do dua që të mbaroj kurrë ajo natë. Sepse është një përjetim që Zoti si duket atë moment ti hap dyert edhe ti njihesh me atë që quhet fe hyjnore. Jemi në muajin e Ramazanit. Ç'do të thotë për një besimtar musliman ky muaj? Muaji i Ramazanit është muaji i sakrificës. Është muaji ku i ngopuri beson atë që është i uruar. Është muaji ku i pasuri duhet të ndjej atë që është i varfër. Është muaj ku ne të gjithë nuk bëhet dallim a jemi të pasur dhe a jemi të varfër, por të gjithë agjerojmë dhe qëllimi i agjerimit është që agjerojmë vetëm për Zotin e madhëruar. Është një prej sakrificave që Zoti e ka bërë për të gjithë popujt, domethënë që prej lindjes së Ademit edhe deri më sot. Është muaj që duhet që njeriu të ndjej vërtet se ç'do të thotë të jesh i uritur, të ndjej vërtet se ç'do të thotë të mos kesh mundësi, domethënë të kesh bukë në tryezën tënde, të ndjej vërtet se ç'do të thotë të jesh i pamundur. Prej sa vitesh i respekton, të themi, rregullat e këtij muaji? Kam rreth 30 vjet, domethënë që agjeroj rregullisht muajin e bekuar të Ramazanit. Si kanë qenë ato fillimet? Fillimet kryesisht kanë qenë, mund të themi, dhe të vështira, por edhe shumë të bukura, sepse fillimi në Islam është një fillim që njeriu ka një dëshirë të madhe, ka një etje, domethënë, dhe kanë qenë fillime shumë të bukura. Ka pasur dhe shumë prej rasteve që kur dilnim, luanim me shoqërinë e kështu dhe nga harresa konsumonim diçka ose pinim ujë, por se kjo domethënë absolutisht nuk ta prish agjerimin dhe kjo ka qenë prej ndihmës Zotit e quajmë neve që kush ha dhe pi nga harresa, atëherë domethënë agjerimi i tij është i saktë dhe nuk prishet. Gjatë këtij muaji të madhërisëm konsumohen vetëm 2 vakte, ku i dyti që është iftari shtrohet edhe i organizuar jashtë familjes. Zakonisht neve ngrihemi diku rreth orës 4:20 dhe në ngritjen tonë bëhet fjalë që ngrihet gjithë familja, duke filluar në bashkëshortja, fëmijët, nëna, ngrihemi të gjithë dhe konsumojmë syfyrin të gjithë së bashku. Është një ngritje që ngrihemi në 4:20, përgatitet ai ushqimi dhe mund ta konsumojmë me atë ushqim deri në orën 5:20. Ngrihemi të gjithë së bashku, konsumojmë ushqime të lehta kryesisht, sepse domethënë është pak herët, por që kanë kalori dhe kjo na bën që neve gjatë ditës të mos e ndjejmë vështirësinë e agjerimit. Kurse për sa i përket iftari përsëri na mbledh familjarisht, domethënë sërish me nënën, me fëmijët, me bashkëshorten, jemi të gjithë së bashku, kryesisht tani çelet rreth orës 5:40 minuta dhe jemi të gjithë së bashku, domethënë që na mbledh aty, por në për iftare të tjera bëhen edhe domethënë iftare të organizuara, të cilët janë iftare që janë iftare me burrat dhe gratë, domethënë veç gratë dhe veç burrat, po që organizohen kryesisht nga vetë xhamati, nga vetë çunat, por ka dhe organizime prej miftinisë, domethënë të Gjirokastrës dhe prej domethënë shoqatave të posaçme që bëjnë iftare domethënë në këtë muaj të Ramazanit. Agjërimi është një nga pikat. Me çfarë aktivitetesh të tjera shoqërohet ky muaj? Muaji Ramazanit, ndryshe quhet edhe muaji i Kuranit, është muaji në të cilën ka zbritur Kurani. Dhe në këtë muaj, përveç se muslimani duhet të agjerojë dhe të ndalohet nga ngrënia, nga pirja,
Ky muaj nuk është se të ndalon vetëm nga ushqimi, po ky muaj është që të ndalon ty nga thashethemet, ky muaj është që të ndalon ty nga zënkat, ky muaj është që të ndalon ty, domethënë, nga sharjet, nga ofendimet e të gjitha me radhë. Është një prej muajve që, siç e thash, ka zbritur Kurani dhe muslimani e ka për detyrë që të lexoj minimumi se s'bën një herë Kuranin gjatë këtij muaji, domethënë ta filloj dhe ta mbaroj atë. Dhe kjo është, domethënë, minimumi gjëja më e duhur që duhet bëj muslimani. Por nëse ai nuk ka mundësi, patjetër domethënë që Zoti domethënë e shikon mundësinë e tij dhe e fal. 42 vjeçari ndan edhe mesazhin e tij për gjithë agjëruesit, qofshin apo jo musliman. Unë do t'i uroja nga zemra të gjithë besimtarët musliman, por dhe ata jo musliman që agjerojnë në Ramazanin, agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti. Zoti u lehtësoft, Zoti u pranoft dhe e bëft atë të begat për juve, për familjen tuaj dhe për të gjithë muslimanët anë e mban Shqipërisë edhe botës. Lut Zotin domethënë që të largoj këto luftrat, sepse tani jemi edhe në gjendje pak të tensionuar dhe lut Zotin që në këtë muaj Ramazani, domethënë t'i largoj këto luftra dhe të lëshoj mbi tokë paqen kudo, domethënë në gjithë botën. Për besimtarët musliman, Ramazani është një kujtesë se lumturia nuk gjendet në të mirat materiale, por në shpirtin e pasur me dëmshuri dhe mirënjohje. Edhe pse zgjat vetëm një muaj, vlerat dhe mësimet e tij duhet të zgjasin gjatë gjithë vitit. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.